Shkon të banka, qa t'je banka ty? Thot, ka dy opcione. O le llogari o futin depozit. Blen ashtu bono, thellësari, blen tjetër ka banka. Ti të shkosh, ke kombinime nga më të ndryshme produktesh financiare sot në botë. Po më ka për fëmijët, për gjyshit. Mund të ketë 1500 kombinime. Po ka. 1500 kombinime. Pra nga më të ndryshmet, jo vetëm aksione, po ka kombinime, produkte të kombinuara financiare, që ti nuk vetëm ti lexosh të gjitha. O dha, banka të blenë në aksione ku duash bën çfarë duash në vrim. Jo të blesh ti më bankat që janë këtu në Shqipëri janë nuk janë dekë të bankave ndërkombëtare. Ta kuptoj, me që hym ke bankat. Se kuptosh, në Shqipëri ti ke shumë produkte. Është i vetmi tu ke vetëm depozit ose banka, dhe prandaj ndodh kjo se ka një arsye pse futon me 5 produkte. Se nuk ka fonde investimi, se nuk është zhvilluar bursa, ka 3 kapitale. Bankat të ftojnë që ti investosh fondet e tu tek emisioni juaj është për ta pas botën bardhëzia, për emisioni bardhëzia. Se si shumë bardhëzi po e shqip ka këto botën, apo nuk ka janë bër bardhëzi. Bankat ofrojnë derivativ nga më të ndryshme. Po Dubai, çfarë bën Dubai? Na thuaj çika. Çfarë bën Dubai? Na thuaj çfarë bën ande. As nuk baron. Bëjnë, kush e di çfarë bëjnë? Nuk baron lista e gjëra. Aty bëhet. Bëjnë balet në atë. Meqense arritur fitimet e këtyre kompanive të sigurimeve. Unë e shoh pozitive këtë pjesën, me ndryshim me vendimin e AMF-s, që për shembull tani nuk do kemi një sekondë. Pano gëzuar. Nuk do kemi më nevojë për letër për sigurimet, po do jetë me kod, pra me QR code. Tashmë dhe do kesh mundësi të hapësh policit në mënyrë digjitale. Ajo që do të qihet si problem faktikisht është formula e përdorimit të dënë. Kjo ai favorizon shumë kompanitë. Pra po digitalizohet. Ka një farë përmirësimi, patjetër. Po këto janë më shumë si puna e garnityrës. Tash ne po flasim për atë mishin, për pjesën kryesore, që ka nevojë të përmirësohet shumë më shumë, sepse e theksoj edhe një herë, nuk mundet një grumbull kompanish që shumë pjesën më të madhe të fitimit të tyre si kompani ta kenë nga një produkt me garanci sovrane, pra detyrim që o e merr këtë ose makinën mbahen parkim. Çështja është ajo ku duhet ndryhet. Ne kemi një vendim unifikues. Edhe një unifikues. shtetëzim që i bën shteti privatit. Si? Që po ta shikoj me sytë e panosun. Që është dhe një detyrim që shteti... Jo, pano kam përshtypjen, shteti po